Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz, ba'da nasta'idhu billah bismillah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ila akhiril ayah. Sadaqallahu al-azim fima qala. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahu Dhul Xhelal, Zotit e kësaj bote dhe botës tjetër, i vetmi sundues e gjikues në ditën e Kiametit. Vetëm ty të falenderojmë dhe vetëm prej teje falje, mëshirë dhe rahmet kërkojmë. Salavatet tona të përzemërta qofshin mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që pasojnë sunetin e tij deri ditën e mram. Pikë së pari falenderojmë muftinin e Bashkisë Islame të Gostivarit për këto incizime gjatë muajit të Ramazanit, duke u auruar të gjithë besimtarëve musliman dhe po ashtu edhe TV-n tuaj që kontribon jashtëzakonisht në aspektin edhe fetar, po edhe në kombëtar. Tema jonë e sotit do të jetë rëndësia dhe respektimi i të moshuarve dhe fëmijëve. Allahu Dhul Xhelal na bëri neve pjesëtar të Islamit dhe mbi të gjitha jemi ata besimtar musliman që kemi detyra dhe obligime në veçanti edhe ndaj fëmijëve. Fëmiu është ai i cili në Kur'an përmendet si fitre, si i zgjedhur nga ana e Allahut Dhul Xhelal, i bekuar nga ana e Allahut Dhul Xhelal, dhe është ai i cili është fenë e natyrshme apo është i pastër sikurse fleta, sikurse letra e pashënuar. Dhe prindja ka obligim që të edukoj fëmijën e tij, të kujdeset për fëmijën e tij, të kujdeset për të vegjilit. Dhe Allahu Dhul Xhelal na tregon dhe në Kur'anin Azimushan na i paraqet se kjo është vlera më e madhe që ka gradu njeriu me mendjen e tij. Prandaj fëmiu është ai i cili është e ardhmja, shpresa e tij. Fëmiu është atë që ne përshkruan vazhdimësia e shoqërisë. Pejgamberi alayhi salam na ka porositur dhe na ka thënë se jepni fëmijëve tuaj dhurata dhe po ashtu jepni gjën më të çmueshme, ajo është edukata apo morali. Përmend Usame ibn Zeidi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ishim ne të vogël, më merrte në preh mua dhe nipin e tij Hasanin në prehrin tjetër. Dhe masi që na puthte na ledhatonte, e luste krijuesin Allahun fuqiplot dhe thonte: o Zot, mëshiroj këta fëmijë sikurse i mëshiroj edhe unë. Pra kjo ishte mallëngjimi i pejgamberit alayhi salam dhe edukata e tij që mundoheshte edhe fëmijëve të vogël tu jep një këshill, një nasihat, një relatim, një përkthjelje, gjithsesi të kujdesej për edukatën e tyre apo për nasihatin e tyre. E kundërta e fëmijëve është pleqëria. Allahu Dhul Xhelal ka dhënë ligj, ka kriju pleqënin, por njëkohësisht na ka bërë edhe neve kujdestar. Pleqënia është ajo të cilën njeriu e humb shëndetin dhe ajo është smundja. Njeriu e gjen vetveten e tij në pleqëri, të lodhur, e gjen veten të mbaruar, e gjen veten në fund të një udhe. Prandaj, duke mos dishuar në këtë, Allahu Dhul Xhelal na ka treguar në Kur'an: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu ka dhënë urdhër të prerë që mos besohet as kërkush tjetër përveç krijuesit Allahu Dhul Xhelal dhe të silleni mirë me prindrit, të silleni mirë me të moshuarit tuaj. Pra me këtë sikur dëshiroj Allahu Dhul Xhelal të na tregoj neve se sa është vlerë, sa është rëndësi që njeriu të kujdeset për prindrit e tij, qofshin babë dhe nënë, dhe po ashtu edhe për pleqët që i kanë në moshë apo edhe e rrethojnë në familjen e tyre. Ajeti tjetër që na përmendën: wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, o Zoti jem, mëshiroj këta dy sikurse më mëshiruan mua kur unë isha i vogël. Edhe kjo ajet tregon shumë qartë azi se njeriu kur i gjen pleqët, njeriu pra moshatari kur i gjen babën dhe nënën në moshë të thirr, në moshë të plakur, në moshë të thellë,
Obligimi i tij është që ti mëshiroj. Obligimi i tij është që të kujdeset për to. Obligimi i tij është sikur se u kujdesën kur ishin baba dhe nëna apo gjyshri dhe gjyshja kur unë isha i vogël. Prandaj o Zot, është lutja mëshiroj kur ata do të jenë edhe në moshë të thirrë. Tregon Zeid ibn Thabiti një hadith të pejgamberit alayhisalatu vesselam, thotë një ditë erdhi një i moshuar te pejgamberi alayhisalatu vesselam për ta parë pejgamberin, për të marrë një këshill apo një nasihat. Shokët që rrethojshin atij ja liruan në rrugën këtij të moshuari, por me vështirësi. Pejgamberi alayhisalatu vesselam e vërejti këtë punë dhe tha se kush nuk i mëshiron të vegjëlit tan, të rit, fëmijët, dhe kush nuk tregon respekt për pleqët, lejse mina, nuk është nga ne, nuk është nga mesi jonë. Pra me këtë fjalë dëshiroj pejgamberit na tregoj se sa vlerë e rëndësishme është që njeriu të kujdeset për një të moshuar, njeriu të kujdeset për një vlerë që Allahu Dhul Xhelal ja ka dhënë, pra ka krijuar pleqnin, dhe kjo është kujdes më i madh, e jo ato të hudhen në parazile të ndryshme, dhe asnjëherë mos kenë një fjalë miradije për niprit, bijtë e tjere dhe kështu me radhë. Pra Allahu Dhul Xhelal vendoi rregulla, caktoi rregulla që ata e kanë gjirin e tyre në familjen e tyre, e jo dikun tjetër. Pejgamberi alayhisalatu vesselam edhe në një hadith tjetër na këshillon dhe thotë se respektimi i të moshuarit që është i thirrë në moshë është respektimi i vetë krijuesit Allahu Dhul Xhelal. Edhe hadithi tjetër që do ta përfundojmë, pejgamberi alayhisalatu vesselam ka thënë është i ngritur ai njeri që është në shërbim të pleqjive dhe Allahu Dhul Xhelal edhe në dunjën tjetër e ngritën këtë njeri. Dhe kjo është vlerë i dashur vëlla besimtar musliman. Mos e lejo vetveten tënde, qoftë respektimin ndaj të rive, qoftë respektimin ndaj pleqjve, ta lësh anësh nga dora jote. Sepse tham në fillim, kjo është urdhër i Allahu Dhul Xhelal i prerë. Allahu Dhul Xhelal i krijoi të dija këto kategori që janë të kundërta të njëri tjetrit, po që ja që njeriu është në këtë dunja i ngarkuar me respektimin e tyre, me mirëmbajtjen e tyre, dhe po ashtu është i nderuar edhe në këtë botë, por është nderuar edhe në botën tjetër. Dhe në fund falenderojmë gjithë pjesëmarrësit që organizimin e këtyre incizimeve e kanë traditë të muajit Ramazanit, po edhe jashtë saj, dhe po ashtu të falenderojmë edhe Allahun Dhul Xhelal që neve na mundsoi që erdhi ky muaj i shenjtë i Ramazanit dhe pak a shumë që të jemi ripërthirës të Islamit, gjithësisht të ndëgjojmë sa më shumë rreth Islamit, sepse kjo është vlerë edhe kombëtare, edhe fetare. Dhe në fund falenderojmë Allahun Dhul Xhelal për këto mundësi që na i ka dhënë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.